Shikues e nderuar mimrema, sonte do të flasim për komunën e Gjilanit, e cila në 2 mandatet e kaluara ka qenë e udhëhequr nga Partia Demokratike e Kosovës, fundi udhëhiqet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, nga kryetari Lutfi Aziri, i cili premtimet për rimekëmbjen e Gjilanit, për heqjen e të keqes, sikur e ka quajtur ai gjatë gjithë fushatës, edhe në emisionin e fundit që ishte këtu në studiot e ne, ka folur se ka hequr shumë probleme që Gjilanit i kanë pasur gjatë kësaj kohe, ka bërë shumë projekte të mëdha, por realisht opozita në Gjilan nuk mendon kështu. Spaku Partia Demokratike e Kosovës, e cila, siç e thash edhe në hyrje, për 2 mandate ka udhëhequr me komunën e Gjilanit, ka komplet tjetër mendim se çfarë është duke bërë Lutfi Aziri, i cili sipas tyre më shumë rrin jashtë zyrës, jashtë Kosovës se sa në Kosovë. Për të folur për Gjilanin dhe si po udhëheqet Gjilani, do të flasim me asambleistin e Partisë Demokratike të Kosovës, zot Riyad Rashidi nga Partia Demokratike. Zot Rashidi, mirëmbrëma dhe mirëseardhje. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Çfarë bëri Lutfi Aziri në Gjilan? Çfarë ndryshoi? Do të thonë gjithë ato të shame kështu i bëri për Partinë Demokratike gjatë gjithë fushatës, edhe më një herë mas herë në pushtet. Çfarë ndryshoi në Gjilan ai? Realisht në Gjilan për këto 2 vite e gjysmë asgjë nuk ka ndryshuar pozitivisht. Përkundrazi gjërat dhe proceset janë kthyer mbrapsht. Kryetari Aziri për këto 2 vite e gjysmë nuk ka pas kohë qeverisë me Gjilanin dhe në realitet nuk ka qeverisë me Gjilanin. Kemi shumë probleme të cilat sot përballet qytetari i Gjilanit dhe sikur të qeveriste me Gjilanin sigurisht këto probleme nuk do të paraqiten, nuk do të jenë sot temë aktuale në çdo kund në lagjet dhe në fshatet e qytetit të Gjilanit. Prandaj mund të themi se ky kryetar komunës ka dështuar plotësisht në qeverisjen komunale duke marrë parasysh premtimet të cilat i ka dhënë para fushatës dhe gjatë fushatës elektorale në Gjilan. Po thonë që ai nuk po qeveris, pse nuk po rrin Gjilan atë? Po fakti që në shumicën e kohës kryetari Aziri gjendet jashtë Gjilanit, fakti që në Gjilan edhe kur është në Kosovë në Gjilan qëndron shumë pak, fakti që drejtorët kanë të vështirë sot të komunikojnë me kryetarin e komunës për arsye se ai nuk ka kohë për përsëris të mirët me problemet në Gjilan, ai mirët me problemet madhore të Kosovës, me politikat qendrore dhe me vizitat e cilat as pak nuk kanë të bëjnë me problemet dhe me punë të cilat i ka kryetari i komunës. Domthonë shumicën e vizitave të cilat ai bën jashtë Gjilanit nuk kanë të bëjnë me nevojat që kanë qytetarët e Gjilanit. A keni diskutuar këtë çështje në kuvendin komunal dhe për faktin se kryetari është ai i cili duhet merret drejt për drejt me problemet e qytetarëve dhe ju po thoni që ai nuk po merret? Ne në shumicën e seancave që mbahen në kuvendin komunal Gjilanit, kryetari i komunës nuk është prezant dhe nuk merr pjesë. Për ne kjo është një injorim i këtij institucioni, sepse kryetari i komunës do duhet të ishte në seancat e kuvendit komunal. Kemi raste kur e ka obligim ligjor, siç është raportit 6 mujor apo miratimi i buxhetit të komunës së Gjilanit për vitet aktuale, ai nuk merr pjesë në pikat që ka obligim ligjor. Ai komunikon me opinionin, me premtimet të cilat ende i ofron, po jo në asnjë mënyrë me projektet të cilat konkretisht do të pritej që të realizohen gjatë kësaj kohe. Ka qenë, do të nisim nga akuzat e mëdha të cilat ka bërë LDK-ja dhe zoti Aziri ndaj PDK-s për kurdisje të nderëve, për punësime dhe për ndihma ose projekte të realizuara vetëm në pjesën ku ka qenë PDK-ja. Jo, në realitet ne mund të jemi subjektive dhe ne si PDK dhe LDK-ja, po këtë dinë më së miri qytetarët e Gjilanit, se kur është qeverisë në kohën e PDK-s për 6 vite, asnjëherë nuk ka ndodhur të ketë seleksionim të lagjeve apo të fshatrave, është investuar në shumicën absolute të vendbanimeve, ka raste ku dikun është investuar pak më shumë, dikun pak më pak, po në realitet nuk ka pas anashkalime sikur që ka sot. Sot kemi totalisht anashkalim të plotë investimeve në shumë fshatra të Gjilanit, kemi fokusim të investimeve në disa lagje të qytetit dhe në disa fshatra të vogla ku vinë zyrtarët e lartë të qeverisjes komunale që janë sot në pozita. Në realitet, në kohën tonë nuk ka pas kësaj çfarë po ndodh sot këto. Në pozicionet e drejtorëve që janë në kuvendin komunal, investimet përshkojnë tek fshatrat e tyre dhe lagjet e tyre? Po, drejtorët dhe normalisht edhe këshilltarët komunal që janë të fuqishëm të LDK-s, që ne i quajmë, është shefi i grupit të këshilltarëve të LDK-s, ku fokusim veçantë ka dhënë të investimeve ndikimin e ka ushtruar maksimalisht të investohet në një lagje. Është lagja Zabelit, bëhet fjalë për Abdul Aliun, i cili është shefi i grupit të këshilltarëve të LDK-s, dhe sot në qytetin e Gjilanit fokusi i plotë i qeverisë komunale në investime është ka shkon në atë lagje, që për ne nuk kemi kundër investimeve në asnjë mënyrë, po kemi shumë rrugica
apo shumë lagje tjera të qytetit Gjilanit që janë në gjendje jashtëzakonisht rëndë në rrugë të pamirëmbajtura apo që janë të pakalueshme për automjetet. Do të thonë ka rrugë në qytetin e Gjilanit, jo fshatra, të cilat nuk janë të rregulluara, nuk janë të kufzuara ose të asfaltuara? Jo, definitivisht lagja Balecit, për shembull, apo rruga Trego Gjelbert, edhe në vendbanime tjera, lagje tjera, sot po të viziton atë rrugë definitivisht nuk mund të kalohet let as me automjet, e mos flasmi për këmbësorët dhe për personat me nevoja të veçanta që sot ka qenë edhe problem aktual para javën e kaluar edhe njerëzit invalid që udhtojnë me karroca, lëvizjen e kanë problem të pamundshme të kalojnë. Sa nuk kanë zyrtar LDK-s që banon në pjesa apo çfarë është? Jo, unë thash. Sa po thoni që po investohet në një pjesë ku banojnë ose ku kanë ndikim zyrtarët e lartë LDK-s, në një lagje brenda qytetit nuk është kjo gjendje. Pse? Nuk është lehtë për ta thënë edhe për ta konstatuar, është keq me shpreh mendimin që e kam, po shumica këshiltarëve të LDK-s kanë interesa tjera për të realizuar nga pushteti, disa kanë investimet që është përparësi prapë më e mirë, që vrapojnë mas investime ndodhen në lagjën e tyre, disa kanë prioritet tjetër që kanë më të vështirë, interesat të tyre personale në punësime dhe nepotizëm që ndodh në punësimet në komunën e Gjilanit. Disa asamblesë tjerë kanë realizimin e ndonjë tenderi apo ndonjë çështje tjetër, por kryesisht për problemet e qytetarëve kemi shumë pak asamblesë që vërtet e bëjnë angazhimin e tyre për çfarë janë zgjedhur dhe për çfarë paguhen nga. Nuk keni mulë këtë lagje ju si PDK me shtruar më herët kur keni qenë pushtet? Po në realitet mirëmbajtja është keq sepse ne kemi investuar atë në shumicën e lagje, nuk ka mbet, po potencoj nuk ka mbet lagje që nuk është investuar në qytet. Në kohën e juaj. Në kohën tonë, po ditë që cilësia e punimeve edhe në kalorën kanë qenë adopt, po tash edhe më adopt, sepse nuk qëndron asnjë vetë një investim që bëhet në mbushjen e grop apo në çështje të rregullimit trotuarëve. Ne kemi raste kur do 2 herë apo 3 herë në vitit në Gjilan ndodhet që të riparohet rruga sepse cilësia është jashtëzakonisht adopt për kompanive të cilat e bëjnë. Dhe për mbikëqyrjen, në realitet problemi kryesor të cilësia e punimeve fshat në komunë është se nuk ka organ mbikëqyrës dhe këtë ka pranuar edhe vetë kryetari i komunës Gjilanit javën e kaluar, ku thotë që mbikëqyrja është problem që na ka bartë dhe nuk ka pas mundësi ta zgjidhë një organ i cili do të paguajë në mënyrë ligjore dhe jo sikur ne të kalojmë që ne ndoshta kemi bën ashkalime, po të cilat jemi detyruar që përmes procedurave të shpejta të kontraktojmë një kompani e cila nuk i lejon kompanitë kontraktuar të kryjnë punimet që kanë shkallë dhe të vijnë te prishja e shpejtë atyre investimeve që bëhen. Do të thonë sot nuk ka një kontroll dhe punimet po kryhen keq. Realisht, që 2 vite kryetari i komunës ka shkput kontratat, ka shkput disa kontrata me kompanitë që i kemi kontraktuar në qeverisën tonë. Njëra prej tyre është edhe mbikëqyrja e projekteve komunale. Me arsye se kjo është procedurë e cila duhet të paguajë në formë tjetër ligjore, duke arsyetuar se është kosta e lartë e pagesës për të organe mbikëqyrëse, edhe ka shkput ato dhe është munduar që përmes emërimit të zyrtarëve komunal të formojë organe për mbikëqyrje të projekte. Kjo ka funksionuar në letra, mirë po në praktik nuk ka funksionuar sepse fuqia e zyrtarëve komunal për të ndikuar në kompanitë në cilësimin e punimeve të tyre nuk ka arritur qëllimin e kërkuar dhe kështu që ata përmes ndikimeve ndryshme realisht ka raste kur ndërheqen për të komisione për arsye se nuk ka mund të shohin mënyrën se si është kontraktuar një projekt dhe mënyrën se si po realizohet. Po, kryetari Aziri në emisionin tim këtu në televizion ka thënë që i keni lënë shumë borxh. Do të thonë keni nisur projekte shkele shko sa për të fituar zgjedhjet dhe ajo është detyruar që të paguajë me vite të tëra borxhin që ju e keni lënë. Realisht borxhet kanë qenë edhe trashëguar edhe për kohës së LDK-s kur ne kena marrë pushtetin në 2007-ën, kanë qenë më të vogla. Ne është e vërtetë që kemi lënë borxhe në qeverisën e kaluar si PDK që kur kemi udhëhequr, por investimet kanë qenë jashtëzakonisht mëdha dhe jemi detyruar që të jenë në obligime të kena mbetur. Por asnjëherë nuk ka dalë ajo që shpeshherë kryetari Aziri ka thënë që janë 10 milionë euro borxhe, pastaj 7 milionë euro borxhe, në realitet borxhet kanë qenë 3.8 milionë euro obligime. Dhe për ne nuk është për një komunë e të madhe siç është komuna e Gjilanit, për investimet të cilat kërkuan ndodhen atë në hapësirat e komunës, për ne një obligim i tillë nuk është i madh dhe për ne prap jemi sigurt që Lëthi Aziri nuk do të mund ta mbyll mandatin e tij këtë mandat pa një lënje të borxhe më këtë shumë jemi sigurt edhe më shumë, duke më parasysh faktin se vetë kryetari Aziri ka
promovuar investimet të cilat pritet të ndodhin nga qeveria Austrisë, të cilat për ne ende nuk janë afër, po supozojmë se ndodhin dhe kontraktorat e investimit janë 12 milion euro dhe ato janë huazime që bëhen nga qeveria Austrisë dhe për neve është bargj i cili do të jetë 2 fishi apo 3 fishi për dëkës që kalon. Ne e dim që të gjithë e dinë që pa borgje nuk mund të funksionohet, pa obligime nuk mund të funksionohet, në obligime edhe në kredi janë shtetet më të fuqishme të Evropës dhe të botës, prandaj për neve nuk ka qenë, por ka qenë një arsyetim ju këtoj Haziri për të arsyetuar. Po se ka dhënë komunat me bëj projekte të reja për shkak të borxheve që do t'i keni lënë. Këtu ka qenë ajo me thënë shqetësimi i tij. Për ne absolutisht nuk qëndron si arsyetim real, po është tash arsyetim për të mbuluar paaftësinë e qeverisë së tij me kuadrat të cilat absolutisht as nuk kanë pas përvojën, as janë të kualifikuar dhe as janë merituar për të udhëhequr detyrit përkatëse, sepse në shumë sektor Gjilanin sot e kemi në shumë sektor kemi kaos institucional në për institucionet tonë. Po për çfarë projekte bëhet fjalë Riad, kur keni lënë këtë 3.8 milion euro? Ka pasur projekte infrastrukturore apo projektet ujit, kanalizimit, çfarë? Sepse në fund ditës këto projekte kanë shkuar për qytetarët e Gjilanit, pavarësisht se ato janë a kanë qenë ata me PDK-n, me LDK-n, AKR-n, këtë do tjetër. Ish kryetari i komunës Qemal Mustafa, që ka qeverisë deri në fund të vitit 2013, ka qenë i vëdeshëm për këto obligime të cilat i ka nisë, nuk ka qenë i pavëdeshëm dhe nuk ka qenë i paarsyeshëm këto që i ka filluar si punë, ka qenë premtime të qeverisë së Republikës Kosovës në atë kohë nga ish ministrat e qeverisë së Hashim Thaçit, të cilët kanë marrë obligim që dhe kanë dhënë pëlqimin paraprakesh, kanë qenë marrëveshjet e nënshkruara 3 vjeçare, marrëveshjet e mirëkuptimit, në midis të komunës së Gjilanit, që ekzistojnë ato marrëveshje edhe sot, ato marrëveshje sot ashtu i realizuar të Haziri, kanë qenë marrëveshje të cilat kanë ardhur në mes të komunës dhe Ministrisë së Infrastrukturës, Ministrisë dhe Zhvillimit Ekonomik për projekte të cilat vetëm kanë nisur dhe projektet normalisht fillimisht realizohen, pastaj janë në proces të ekzekutimit dhe normalisht pagesa ndodh pas përfundimit tyne. Realisht ne kena përfunduar mandatin e PDK-s në momentin kur projektet vetë kanë qenë në fazën e implementimit dhe normalisht pagesa është trashëguar sepse është kjo çdo herë është vjeshmëri dhe bartje që kemi bërë projekte ad hoc sa për të fituar zgjedhjet, por kanë qenë projekte të koordinuara më herët. Jo, përkundrazi volumi më i madh investimeve në Gjilan ka ndodhur në kohën kur nuk ka qenë fushat, në kohën e vitit 2011, kur ka qenë intensiteti më i madh i investimeve, ndërsa ne e dim të gjithë që në vitin e fushatës që ka qenë në vitin 2013 ka qenë shumë pak investime dhe nuk ka qenë absolutisht tendenca e kryetarit komunës që të futet në borxhe për të realizuar projekte e për të fituar vota, absolutisht jo. A mund të bëni një krahasim mes projekteve të cilat ka bërë Qemali se ka qenë kryetar dhe Lutfi Haziri se është sot? Një dallim mes projekte dhe iniciativave për të zhvilluar Gjilanin, sepse këtu qytetarët e Gjilanit zgjodhen LDK-n, jo PDK-n, këtu ka qenë një dallim për çfarë, pse zgjodhen LDK-n atë? Ne shpesh në asamblenë komunale diskutojmë këtë tema, se jo nuk keni bërë kur gjatë 6 vite, ne themi që jo s'keni bërë, po në realitet, prapë e përsëris, ata që dojnë me ditë, ata që dojnë me pa, edhe ata që dojnë me kuptu, flasin dokumentet dhe flasin investimet që janë sot prekshme për qytetarën e Gjilanit. Dallimi është shumë i madh i qeverisës së Qemal Mustafas dhe Lutfi Hazirit, për arsye se në kohën e Qemal Mustafas asnjëherë nuk kanë investimet në projekte shumë të mëdha dhe jo në projekte që sot ndodhen vetëm në mirëmbajtje dhe ajo nuk ndodh siç duhet. Në kohën e Qemal Mustafas janë realizuar projekte kapitale në arsim, jashtëzakonisht shumë, janë ndërtuar të shkolla të reja, qerrë fëmijëve, sallat sporte. Është ndërtuar në zhvillim ekonomik përmes partneritetit publiko-privat që realizuar 3 projekte me vlerë mbi 5 milion euro. Është investuar jashtëzakonisht shumë, normalisht nga donacionet, po ka qenë bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë i shkëtorit komunës me qeverinë zvicerane, ka qenë me qeverinë austriake, kemi sjellë investime në kompaninë publike për grumbullimin e Meturina. Kemi qenë në fazën fillestare të implementimit të partneritetit publiko-privat. Tu është shërtu mundësinë edhe përmes Republikës Çekisë për zonën ekonomike, për tregun e Gjelbërt. Ka qenë investime të rrugëve të ndryshme që kemi ndërlidh komunën e Gjilanit me Kadimen, me komunën e Lipjanit, kanë qenë investime ndryshme që kena bërë çdo kohë për fshatra që realisht kanë qenë jashtëzakonisht të pakta investime. Ne e dim që në Gjilan deri në vitin 2007 jashtëzakonisht pak është investuar, edhe pse fuqia ka qenë shumë më e madhe politike, edhe ndikimi në qeverinë e Kosovës se sa që ka qenë në kohën tonë. Por dinamika ka qenë jashtëzakonisht e madhe dhe për potencoj edhe projekte në Mitmirusha që ka qenë një projekt jashtëzakonisht i madh që LDK-ja vetëm e ka diskutuar për 7 vite në qeverisën komunale deri në vitin 2007, pas njëherë nuk e ka pas guximin që t'ia nisë. Edhe
këtë guxim e ka pas kryetari i komunës bashkë me kryeministrin, ish-kryeministrin Hashim Thaçi, që e kanë dhënë prioritet nisjes së këtij projekti. Ne e dimë që është vanu në realizim, po s'poko janë investuar rreth 4 milionë euro deri në këtë fazë dhe me ardhen e pushtetit të Lutfiazirit në Gilan, ky projekt është ndërprej, sikur që është ndërprej edhe projektet që i përmenda, zonës ekonomike, tregu i Gjelbërt, kompleksi shkollat mesme dhe shumë projekte tjera. Do thonë nuk mundi me bëni krahazim mes punës së tij dhe këtij. Absolutisht. S'mundemi se këtë asnjë projekt vetëm, unë shpesh ngres si pyetjen në Komandën Komunal Gjilanit, cili është një projekt i vetëm, të cilin e ka hartu, e ka posë ide Lutfiaziri, e ka hartu dhe ka gjetë fondet për me investu. Asnjë, nuk e ka, asnjë përgjigje, se nuk ka projekt vetin. Nuk, sepse buxheti normalisht miratohet nga anëtarët e kuvendit komunal. A ka investimet kapitale, a janë të mëdha planifikuara apo çfarë po ndodh? Nuk po mundin mi realizu apo sepse mjetet besoj që kanë për faktin se edhe kanë ministrin e LDK-s në kryeministrin dhe janë shumë të lidhur tash me qeverinë qendrore. Pse po mungon nuk ka iniciativa, apo çfarë po ndodh që nuk ka projekte të mëdha të cilat ju po i flisni? Në realitet, ta them ato që e kam mbajt edhe mbajmë brenda vetit, po e them për publikun, edhe vetë personalisht kum prit që Lutfiaziri kësa here do ta kitë në qasje tjetër. Ka qenë kryetar edhe? Ka qenë, ku mendu që ardha këtina nuk ka qenë dëshirueshme për ne si tash si opozit, po ka menduar intimisht se këtë do të jetë një njeri tjetër që do të qeverisë me Gilanin tjetër, do ta ketë fuqinë, e ka realisht fuqinë politike në qeverinë, po investimet nuk po i shohim askënd. Pse po ndodh, unë nuk e di, ose ky nuk i ka relacionet e mira me ministrat, apo ka qëllime tjera, po para pa potencoj ndoshta nuk është interesuar tjetë prap në krye Gjilanit. Këto e ka thonë edhe publikisht që nuk do të jem kandidat. Kjo po i kushton qytetarëve të Gjilanit. Po e kam dëgjuar me vëmendje dhe kjo ndoshta është edhe arsyeja që ai nuk e ka interesimin që të jap për Gjilanin investime sepse e ka punësitë. Nuk është mungesa e buxhetit pa potencoj, sepse sikur të ishte më i zëshëm, sikur të ishte më interesuar, jemi sigurt që do të realizonte Lutfiaziri shumë projekte, por po potencoj ky nuk ka njerëz, nuk ka ekip të mirë i cili do të udhëheqte në mënyrë më të mirë të mundshme institucionet komunale. Fatkeqësisht në vitin e kaluar kemi pas suficit mbi 1 milion euro, suficit të buxhetit komunal, që ka dhënë edhe raporti auditorit që është publikuar tash së fundit, ditëve të fundit për komunën e Gjilanit, që tregon se komuna e Gjilanit ka pasur një suficit mbi 1 milion euro, që është një keq menaxhem apo një menaxhem i mirë i buxhetit, sepse taksat komunë qytetarëve të Gjilanit nuk duhet të rrinë. Nuk është kjo vetë hera parë që po ndodhi një suficit, edhe deri në vitin 2007, her pas here ka pas vite të ndryshme, sikur që ka pas në qeverinë e Republikës Kosovës me miliona euro suficit, edhe nuk kanë pas guximin dhe vullnetin edhe angazhimin për të investuar këtu në projekte konkrete për të zgjidhur problemet qytetarëve dhe për të lehtësuar jetën e tyre në. Kur jemi tek projektet konkrete, përmendet çështjet e arsimit, më herët ka pas ndërtim të shkollave shumë, jo vetëm në Gjilan, por në gjithë Kosovën. Normalisht ka pasur premtime edhe prej Lutfiazirit se do të vazhdojnë me rregullu shkollat, që është në të rritë cilësinë e arsimit në Gjilan, sa ka përmbushur këtë premtim? Realisht asnjë shkollë e re nuk është nisur në kohën e qeverisë së Lutfiazirit. Përkundrazi kemi në mbajtjen shumë adopt të atyre objekteve që sot ekzistuese janë në hapësirat e komunës Gjilanit. Është një shkollë mesme në Zhegër, paralele e Gjilanit, dhe atje kemi një objekt që sot është i papërdarshëm dhe as atë hapësi të vogël që ka nevojë ky vend banem. Kur ndërtuaj? Ajo është objekt shumë i vjetër, nuk i di vitin kur ndërtu, po është shumë i vjetër dhe di që është më i vjetri në hapësirat e komunës Gjilanit, është i pabanueshëm dhe nuk ka gjendje që asaj dy paralele. Kur ju mësimi këta në Gjilan? Po realisht deri tash e kanë levijuar deri në çat hapësirë, po tash me inspektimin që është bërë nga Inspektorati i Arsimit e ka bërë të papërdarshme dhe nuk lejon që aty të vazhdojë mësimi tutje, po do të bëhet një zgjidhje tjetër. Prandaj nuk ka ndodhur asnjë investim konkret në shkollën. Ky ka qenë një premtim, po. Ka qenë një premtim, kampusi Universitetit të Gjilanit që është thonë të ndërtohet në hapësirat e FSK-s, edhe këto janë vetëm premtime të cilat kanë ndodhur, po në realitet jo. Është ajo produktia që ka realizuar edhe në Universitetin e Gjilanit dhe të tjerat, po këta në realitet vetëm fjalë kanë. Tek çështja e punësimit, do të thonë edhe në arsim, edhe ju keni thënë me herët e përmendet në fillim që ka pasur një nepotizëm të theksuar të njerëzve të janë futur në punë vetëm ata që kanë qenë shumë të afërt me LDK-n. A ka ndodhur kjo edhe në arsim apo ka pasur kontrata mbi vepër vetëm për angazhimet me kuvendin komunal apo si?
Vitin e kaluar, domethënë shtator, Detyria e Arsimit në Gjilan ka shpall konkurs për rekrutimin e kodrave arsimore në shkollat e Gjilanit. Dhe ne me kohë kemi të rregë veten se atë nuk është respektu ligji për konkurset që duhet të aplikohen për punësim. Dhe mbas një kohë në 10 orë, nëse nuk gaboj, janë detyruar Detyria e Arsimit që ta rishpall konkursin për arsye se Inspektorati i Arsimit ka konstatuar se janë 50 punësime në mënyra të palegjshme. Dhe punësimet në Gjilan ndodhen jashtëzakonisht në mënyrën më të papranueshme që mund të ndodhin. Kryen në porosi të Detyria e Arsimit, filoni duhet të shkojnë këtë shkollë, në shkollë, pa procedura, pa njoftime, pa shkrim, pa si punëtor 3 apo lëvizje me shkollë? Punëtor 3, ndodhen lëvizje, ndodhen gjithçka ndodh për një punësim tjetër, ka probleme në ndarjen e orëve, ka probleme në një arsimtar ndodh të jep mësim 3 shkolla, vetëm për t'ia ndrequr dikujt tjetër që të punoj me një vend. Sot kemi konstatimin e auditorit, po tira në raporte zyrtare, është auditori i përgjithshëm që ka konstatuar se në vitin e kaluar në komunën e Gjilanit kanë qenë edhe janë 120 të punësuar me kontrata prej 1 muaj deri 9 muaj, që do të thotë kontrata në vepër 120. Ndërsa në qeverisën tonë kemi pas një numër, po jo këtë ne kemi qenë 50 deri 55 punësur, domethënë e ka rrit 2 fishin e atyre të personave që ka punësu të panevojshëm, por që është shpenzojnë buxhetin komunal për 10 mijë euro në muaj. Kjo është një dëmtim shumë i madh që i bën buxhetit komunal, sepse dihet buxheti i varfër që ka sot komuna e Gjilanit dhe kjo mënyrë e punësimit vetëm sa për të realizuar premtimet e aktivistëve të LDK-s dhe të AK-s që është në numër shumë të vogël, po kjo është i ka kënaqur egon e aty njerëz që ka futur. Po, në realitet me shumë vonesa, ka rrit në vitin e kaluar të punësoj, po tham, në këtë mënyrë nuk duhet të kryej një shërbim një aktivisti, sepse çdo veprim që është kundërligjshëm dhe që ndërton buxhetin e komunal nuk është në rregull, sepse ka qenë vetë premtimi dhe zotimi i këtij hazili që në qeverisën e PDK-s kanë qenë 50 kontrata me për do të ndërpres, realisht i kanë ndërprer sa për të larguar disa për të kryer hapësirë për kodrat. Ne kemi qenë të punësur, kemi qenë të angazhuar kodra profesioniste të cilat na kanë shërbyer për projekte konkrete të cilat tash nuk mund të marr kohë, po është për një rast është e partneriteti publiko-privat. Ne kemi pas 3 punëtorë të angazhuar në vepër, po të cilët kanë bërë projekte konkrete dhe që kanë sjellë investime Gjilanit 5 milionë euro. Këto nuk janë fjalë, po janë baraqironë. Ja ka vlerë. Ndërsa këta tash këtë formë marrin punëtor dhe asnjë punë të vetme nuk kanë gjendje me kry, edhe fatkeqësisht rezultat të rregull sot që janë punësuar prej pas luftës janë shumë pasiv dhe janë shumë të paangazhuar për arsye se mungon përgjegjësia e udhëhecëve të atyre sektorëve për të kërkuar angazhimin dhe për të sjellë rezultatet që i kanë. Po, ne do të bëjmë një shkputje të shkurtër marketingu për të kthyer në pjesën e dytë të intervistës me atë se apo mund Lutfia Ziri të sjell donacione ose projekte të mëdha nga qeveria qendrore. Sa qeveria qendrore po i rrin gati kryetari Haziri për të përmbushur premtimet që i ka dhënë gjatë fushatës parazitore.